Mirëdita. Deklarat e Partisë Demokratike, trajtimi çnjerëzor i kryetarit të Partisë së Lirisë Ilir Meta, akt i hakmarrjes primitive të Edi Ramës. Ish presidenti i Republikës, ish kryetari i Parlamentit dhe ish kryeministri i vendit Ilir Meta, aktualisht kryetari i Partisë së dytë më të madhe opozitare, Partisë së Lirisë, i burgosur politik, u paraqit dje në sallën e gjyqit, i ndryrë në kafaz xhami, sikur të ishte një terrorist i rrezikshëm, ndonse ndaj tij nuk ekziston absolutisht asnjë provë e faktuar për ndonjë vepër penale të çdo natyre qoftë ajo. Ky akt çnjerëzor brutal, i urdhëruar direkt nga Edi Rama, riktheu para shqiptarëve skenat e gjyqjeve politike staliniste të Enver Hoxhës, babait shpirtëror të Edi Ramës dhe skulptorit xhelat Kristaq Rama, babait biologjik të Edi Ramës. Ky akt hakmarrës i verbër nuk është një qëndrim i rastit, as dhe i izoluar ndaj ish presidentit, ish kryeministrit, ish kryetarit parlamentit, zotit Ilir Meta. Në tetor të vitit 2024, me urdhër direkt të Edi Ramës, Ilir Meta u arrestue, ndër filmim tek hynte në Tiranë nga policia, pa i paraqitur asnjë flet arresti. Ai u nxor me forcë në rrugë nga makina me cilën udhëtonte në mbrojtjen e Gardës së Republikës, u tërhoj zvarr dhe u godit para kamerave nga policë të porositur për aktin e tyre dhe si person nën hetim u dërgua në burg. Gjatë këtyre 17 muajve në burg, si person nën hetim dhe në kundërshtim me kushtetutën ndaj Ilir Metës, ish presidentit Republikës, ish kryetarit parlamentit dhe ish kryeministrit të vendit dhe aktualisht kryetarit të Partisë së dytë më të madhe opozitare, është ushtruar dhunë dhe terror psikologjik, periodik, madje dhe fizik, janë organizuar provokacion në ndër më të ulta dhe më të rrezikshme, janë dhunuar të drejtat kushtetuese më elementare. Partia Demokratike denoncon dhe denon me forcën më të madhe arrestimin, paraburgimin, qëndrimet çnjerëzore në burg dhe në sallën e gjyqit të urdhëruara direkt nga Edi Rama, bastardi bllokmenëve hoxhist ndaj kryetarit të Partisë së Lirisë Ilir Meta dhe kërkon lirimin e tij të menjëhershëm nga paraburgimi. Partia Demokratike i bën thirrje Komitetit Antitorturë të Këshillit të Europës të ndërhyjë me urgjencë ndaj akteve të hakmarrjes primitive, antikushtetuese ndaj Ilir Metës të Edi Ramës, armik i egër i pluralizmit politik dhe Ramaduro i vetëm i parë dhe i vetëm në Europë. Faleminderit. Unë mendoj dhe kam bindjen më thellë se çdo seancë, përjashtu ato të cilat kanë sekrete të sigurisë dhe mbrojtjes vendit, duhet të jenë publike dhe vetëm publike. Kjo është një normë për çdo vend të lirë. Kur një seancë bëhet e mbyllur, bëhet për qëllimet të sekretit shtetëror dhe asgjë tjetër nuk mund të mahet fshehur nga mediat dhe publiku. Ky është mendimi im dhe jam plotësisht
ky është dhe standardi i çdo vendi të lirë, por jo i diktaturave autoritare e aq më pak narkodiktaturave, të cilat ndjekin omertën apo ligjin e heshtjes, pra heshtjen mediatike kam fjalë, po, e kanë ligjin e tyre themelor. Ajo parti sot është më shumë se kur parti krimi. Ajo parti është lubizuar totalisht. Ajo parti sot është parti mburoj e krimeve monstruoze ndaj shqiptarëve, e vjedhjeve monstruoze dhe plaçkitjeve që Edi Rama, organizatat e tij kriminale, qeveri dhe parlamentarët e tij i bëjnë fondeve dhe pasurisë publike. Ky është komenti. Partia dhe qeveria janë lubizuar përfundimisht. Janë gramat e fundit të një regjimi që bën gjithçka për të mbajtur në këmbë, por që shqiptarët kanë vendosur ta hedhin poshtë. 24. Në 23 maj do shkoni për të rikandiduar për kreun e Partisë Demokratike. Keni bërë një libër me qindra faqe për krimet zgjedhore të pretenduara nga Partia Socialiste në vitin 2025 në zgjedhjet e përgjithshme. Ndërkohë, a i keni përfunduar analizën e brendshme të Partisë Demokratike? Faleminderit për pyetjen. Së pari njëherë, ai libër Mira faqesh është një kontribut historik në mbrojtjen e vosë shqiptarëve. Ai libër Mira faqesh është bërë libër traktat themelor në tryezat e të gjithë atyre që besojnë tek vota e lirë. Së dyti, analiza e Partisë Demokratike po bëhet në të gjitha degët, në disa prej tyre është proces në vazhdim, por gjithçka po zhvillohet në përputhje me rregulloret dhe statutin. Ajo që ka rëndësi shumë i dashur Osman është kjo, se në këtë parti po votohet dhe po zgjidhen kryetarët e degëve me vullnetin e lirë të antarëve të Partisë Demokratike, në një kohë kur Partia e Krimit që në vitin 2009 nuk ka njeri që mund thotë se ka hedhur një vot të vetme. Këtu po votohet çdo, nuk po them çdo ditë, por sipas grafikut të përcaktuar. Janë në vazhdim disa degë dhe në tërësi kjo analizë do përfundojë.